Këngëtari i mentor Haziri është larguar nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova vetëm pak më shumë se një ditë pas hyrjes së tij, duke u bërë një nga largimet më të shpejta të këtij edicioni. Arsyeja e këtij vendimi është krejtësisht personale dhe e lidhur me një humbje të rëndë familjare e cila e ka prekur thellë emocionalisht. Haziri njoftoi banorët se së fundmi kishte humbur djalin e Dajës, të cilin e kishte varrosur vetëm një ditë para se të bëhej pjesë e spektaklit. Ai tregoi se ishte përpjekur të respektonte angazhimin e marrë dhe fjalën e dhënë ndaj produksionit, duke hyrë në shtëpi pavarësisht të dhimbjes. Sidoqoftë, ai pranoi se ngarkesa emocionale ishte shumë e madhe për t'u përballuar brenda një ambienti të izoluar dhe intensiv si ai Big Brother. Mendova që do t'ja dilja, por nuk munda, u shpreh para banorëve, ndërsa u shpjegoi situatën me qetësi dhe sinqeritet. Pas kumtimit të lajmit, banorët e përshëndetën dhe i shprehën ngushëllimet e tyre, duke treguar mbështetje për vendimin e marrë. Largimi i mentor Hazirit ka sjellë reagime të shumta edhe jashtë shtëpisë, me publikun që është shprehur mirëkuptues dhe solidar me situatën e tij. Për momentin, këngëtari është rikthyer pranë familjes për të përballuar këtë periudhë të vështirë.